Kemi bërë të ky kanali jonë në YouTube, gati ja 200 makina deri tash, po asnjë si puna kësaj. Rolls-Royce Phantom e 2008-s, për herë logoja në fakt e Rolls-Royce-it që 1904, kur është formuar si kompani, ka qenë që nuk prodhon një ndër makinat më të mira në botë, po prodhon makinat më të mirë në botë. Duke nisë qëte Spirit of Ecstasy, që e kanë logon e vetë të lartë, që nuk e ka si tjetër, edhe që është komplet silver, që se do ma e tërhekte për ta vjedhë futet mrena, grila që është komplet krom, nuk është plastike e veshme për të dukë si krom, fenerët të dizajni këtu, këto janë sinjalet që kthe, kjo është daytime running light, nuk është dritë kryesore, kryesoria është tu poshtë, është bespoke, që i thonë, prodhohet vetëm për kthe, nuk janë në ngjashme me makina tjera. Ka pjesë BMW-ja mrena, ca gjona të vogla, po as i panel, as i gjo tjetër s'është i BMW-s. Në këtë lloj makine, shumica rrinë edhe pasagjer, ai që e blen, ka shofer, edhe unë jam shoferi kameramanit, se kameramani im s'ka patent, derisa ta marrë, nuk mund të rriun dot pasagjer, duhet me nejtë shofer. Si duket aty mrapa kameraman? Se ti kryp edhe të tjerat, si po duket kjo krahasu me të tjerat? Më e mira? Po. Okej. Kjo ka hapësirë sa dush, për llogarit sa do ketë edhe ajo që është extended wheelbase, po me këtë është problem shumë madhësia. Për të parku besoj këtë duhet të jetë shumë vështirë. Tash kjo është 6.1 metër e gjatë. Do me thonë, thot që janë bërë gjithë makinat e mëdhaja, duket shumë e madhe. Imagjinon 2004-ën, kur ka dalë se sa e madhe ka qenë, s'me qenë SUV, po kjo është sedan. Disjet janë 21, sot tash 21 kanë shumë makina, po të kthejna mrapa në kohë, nuk kanë pas shumë. Plus që kjo është blej edhe nga shumë repera, ka qenë makinë që e kanë pas qef, ato e kanë vënë disë 24 që i ma kjo, se shisa e ka gomën, është e madhe. Logon Double R, 2R të Rolls-Royce, kur ecën, rri prapë në vend, e rregullo. Nuk rrotullot asnjëherë poshtë. Makina është 2.5 ton, që nuk është makinë e vogël, po në përkthesa ka body roll, siç u dallu në është ai çik tash. Po për ati është më e mira se të gjitha. Si dallo këto imperfeksionet e rrugës, fare. RR-ja, Rolls-Royce, në fakt janë mbiemrat e Charles Rollsit edhe Henry Roycit, që të dy kanë themelu Rolls-Roycin. Njoni ka qenë inxhinier, Henry Royci, kurse Charles Rollsi ka qenë nga familje e pasur, ka pas dealership makinash edhe kanë bashkëpunu bashkë. Tashi, të pjesa e derës, duket që të dorezat, shif sa e ka, si me qenë nga ato të frigoriferave, po e kthy me kështu. Kjo para hapet si normalisht, si tjerat, po këto mrapa, dyrt mrapa, janë suicide doors, shif si hapen, ose coach doors i thot Rolls-Royce tash, e kanë heq këtë fjalën suicide, shif si e ka hapjen, që futesh shumë më kollaj mrena, derën e mbyll me buton, s'ke nevojë me u zgjat vetë, vetëm shtyp butonin, edhe mbyllet. Do të thonë, kjo është niveli i luksit me cilin kemi të bëjmë, po nuk është luksi egzageruar, do të thonë, që te tapeti, sa i trash është tapeti i makinës, se ka asnjë lloj makine tjetër kaq trash tapeti. Ktu mrena pastaj është si me qenë divan, vjej harkum komplet dhe ke hapësirë pafund. Çdo gjë që prek është metal, alumin, është lëkur ose dru tamam, nuk ka pjesë plastike, në asnjë lloj veni, kudo. Çfarë do lloj pjesësh, metalike, çfarë duket si metal është metal. Çfarë duket si dru është dru. Audin e ka Lexicon, ndër më të mirat e kohës, edhe këtu ke air ventat. Këtu poshtë pastaj kemi kontrollerat për ngrohje ftoje, këtu ka cup holdersat, kjo është e vetmja gjë që duken sikur armuar nga BMW-ja. Këtu ka kontrollerin e iDrive-it, që lëviz plus minusin si ditë. Po do thonë ju qa kontrollo, ku është televizori këtu? Kanë qenë opcionale, çdo gjë është opcionale këtu. Ja ku është televizori, i integruar këtu. Ky është kontrolleri iDrive-it, edhe këtu ke volumin, butonat CD, AM, FM, gjitha. Për kohën, kjo është 2008-s, ka qenë luks. Kurse do televizorin, ke këtë tavolinën me këtë drunin shumë të mirë, edhe me këto pjesë të kromit gjitha. Kurse do, zhduket edhe se shef mo. Pjesa këtu është Starlight, është me pika që nizën si yje natën, edhe ka qenë normalisht opsioni
i veçantë, që ka qenë $12.000, mos gabofsha, edhe mund të gjithë që mi vu si kanë qenë yjet atë ditë që ke lindë për shembull. Edhe këto straps i ka lëkurë, edhe rrinë vend vetë, edhe këto vanity mirror, pasqyrën, edhe këta e ka lëkure, edhe pjesën e pasqyrës tu, kanë i pasqyrë këtu, në fund, edhe këta i kanë me dritë LED, si diçka vintage e vjetër. E ku është butoni që myll derën, hapësirë pa fund përpara, edhe pjesët konzjerari këtu i ka krom, klimën, normalisht që ka me 4 zona, po nuk ka temperaturë, vetëm të kuqe dhe blu, vendos se sa ngrohtë ose sa të ftohtë do vetëm për ngjyrës, edhe off, soft, medium, max, nuk ke numra. Po edhe pjesën ku e kap këtu, kjo këtu, është lëkurë, e veshme me lëkurë. Çdo gjë është hekur. Edhe këto, si që zhurëm. Hekur. Coat hangers i ka këtu, se këtu si vendos dot. Lëkurë. Edhe pasqyra është lëkurë. Hapësirë pa fund. Kam pas edhe opsionale që ka pas të ndame këtu në mes, po kjo se ka atë. Kanë pas edhe listë opsionesh, edhe pse janë kaq shtrenjta, që kanë fillu nga $350.000 që atëhere, kanë pas prap opsione. Edhe mrapa ka këto bokset e vogla aty. Edhe këte xhamave, shif si e ka, metalike. Çdo gjë. Detaj tjetër që është simbol i Rolls-Royce-it, që nuk e bën si tjetër, është kjo çadra. Çadra e Rolls-Royce-it me logon e Rolls-Royce-it. Kjo ka veshje, edhe këtu mrena është e veshme që të mos krijohet ndryshk. Edhe kur ta përdorësh që është e lagme, e thallet veta e mrena. To zakonisht edhe i vjedhin. Ka fillu Skoda i bët me ca çadra të vogla të vetat, po është nivel tjetër. Që sa të madhe ka këtë pjesën e C-pillar që quhet, se është A-ja, B-ja, C-ja. Më të madhe se çdo lloj makine që kam pa ndonjëherë. Ktu ka të pasqyrën diku këtu që e pa mrena. Edhe këtu ka këtë karburantit. Është lend jaht, si jaht për tokë, për rrugë, shumë e madhe. Ta shohim edhe pjesën e bagazhit. Chelsea-n e ka si BMW-s, se BMW-ja e prodho, në pronësi të BMW-s është. Edhe këtu në bagazh është komplet me pjesë të veshme, tapeti, trash, jo si çdo makinë tjetër që e ka atë, si kështu kanë kursyt e bagazhi, ka pak më të lodhme, kë e ka tamam trasha, tapetat, edhe të veshme me lëkurë anash. Edhe këtë e ka me qepi pjesën ku ka ato first aid kit. Tu tani si shofer, duket edhe sikur jemi makinë të vjetër, klasike, edhe sikur jemi makinë moderne. Po gjonat moderne i ka si të fshehura për shembull. Këtu për shembull shohim orën, është me logon e Rolls-Royce-it, po direkt shfaqet ekrani i drive-it. Kjo është pjesa moderne asaj kohe. Po për atë kohë fakt ka qenë se ai drive ka qenë sistemi më i mirë prapë atëherë kohës, po kur s'do më e pa, direkt del ora. Airventat i ka metalike edhe këtu, po këtë timonin e holl shumë i lezetshëm, duket si me qenë të një makinë fort e vjetër. Ka që holl sa është. Edhe Phantom i ri e ka më trash, BMW-ja e bën shumë trash ato të vet, po borin e ka këtu. Tu ke kontroller për navigatorin, plus minusin me ndru kongët edhe volumin. Po shisa bukur i kanë integru. Për shembull, kjo është buton, po edhe këto janë butona plus minus. Po e kanë bërë shumë bukur. Normalisht që është komplet me qepje, s'bëhet fjalë. Ka 2 glove boxa, kjo është pjesa poshtë e glove boxit, kjo është pjesa lart. Këtu, Spirit of Ecstasy, mund ta ulësh ose mund ta ngresh nga mrena. Po tentosh ta vjedhësh atë ulet poshtë, është Phantom e shkrujtme, shumë e bukur. Edhe kjo është komplet lëkurë, kjo për të mbrojtur nga dielli, me qepje. Lart është me baxho, ke edhe butonat për ta hap, për ta mbyll, për ta kthy anash. Tu ka ndër gjonat më kryesore të atyre bosave të kohës, e shtrej për të shkuar duhanin. Tu ke kontroller për telefonin, me dash me fol në telefon me dikë. Atëherë ka qenë si avancume sot, se përdor njëri. Tani do thoni ku i lëvizën sedilet, se s'ka si buton për sedile ajo. As te dera s'ka, zakonisht kanë te dera, ana sedileve, që kjo s'ka. Ato janë këtu. Siç ka pas BMW seria 7, shtyp pjesën ku do me lëviz, e lëviz, siç bëm 760-shën, me memorie, normal. Është e fshehur, që të mos kesh gjona që duken jo shumë estetike. Tu ka butonin për sedilet me ngroje, s'ka me ftoje kjo, çuditërisht, s'kan pas fare këto Rolls-Royce-at. Këto sedilet shumë të rehatshme. Suportives janë, fare janë suportive, to në kthesa X-ak në janë, po s'është për test shpejt kjo.
E këtu RND. 8 marsheve ka si të serisë 765. Kjo nuk ka Giro, ka Power Reserve. Tani është 100%, kur jep gaz ose kur jetë ec i lëviz. Rolls-Royce edhe kuajt fuqis ka pas qef mi tregu fare. Për herë thoshin është sufficient, mjaftueshëm, ka fuqi mjaftueshëm, s'ka nevojë për më shumë, as pak as shumë. Poshtë kësaj kofane e gjatë që duket sikur nuk marrë kurrë, është edhe i motor gjigant. Ky është 6.75 V12 aspirato, është motori në 73, mos gabofsha, i BMW-s, po që s'është përdor tamam të BMW, deri te 6000 që ka pas BMW, kjo është 6.75, ka 460 kuaj fuqi edhe 720 Nm tork, edhe torkun e prodhon Giro tulta, që t'jetë sa më smooth makina, kamën e ka ZF6 marshe, 6 HP, po thi motor, se sot jena mësu, duke i pa këto motorat me gjithë pjesë plastike, i mulojnë gjithanej, ky është motor i bukur. Edhe nuk parashef shumë motorat bukur për pamje sot, po ky është. Ka edhe të shkurt me Rolls-Royce anash, tu ka V12 të shkurt me 6.75. Është edhe për ta pa, vetëm kur është shef, është i bukur. Këto kanë pasi koncept me V16 në fakt, po s'është buaj, normalisht që s'është buaj. Ngjyra vetë makinës, se kjo është e veshme, është Black Diamond Metallic, po kjo është e veshme me këto 2 tonë, shumë motor i madh dhe motor i veçantë. Këto 6.75 që në përdoren edhe Phantom i ri, po aty është me 2 turbo, kurse kjo është aspirim natyral. Marmita s'ka fare, kanë pasi ca opsione më vonë që pa të nxjerrë me marmita, nuk duken fizikisht. Këtë pjesën mrapa me sistemin e Rolls-Royce shumë të madhe të kromit. Është edhe me kamerë parkimi. Për ta nez Chelsea e BMW-s, duhet me fut si që ka pas BMW atëherë, edhe është i butoni. Edhe dera parë është shumë e madhe, gjigante është. Shumë bukur e ka këto butonat e xhamave, edhe këtë të pasqyrës, edhe këtë e ka alumin, kështu që e lëviz. Po edhe këtë tjetrën e ka këtë metal. Tu bokset komplet me qepje, komplet këtë drunin piano black, shumë i bukur. Kemi dali i Giro me Phantomin, edhe e zhjillojnë ndjesie që se kom pas edhe makine tjetër. Kjo është sedan, me këtë duke sigurie me nëjë forestrat të lartë. Së me qemë në nëjë Range Rover. I shumë lartë. Edhe nuk në gjë as i lloj zhurme, përveç kondicionerit. Së me qenë makinë elektrike. As i lloj zhurme, se në gjë motorin fare. Kjo Power Reserve gati për rritë 100%. Nuk është se të shtyn me dhonë edhe gaz shumë kjo vetë si makinë. Shumë e qetë, shumë smooth, edhe kur jep pak më shumë, prapë s'në gjë zhurmë motori hiç. Power Reserve në 100% jep gaz. Sufficient. Kthesa s'është sportive, fare, po është shumë e rehatshme, shumë. Sa timon të holl ka. Tjetër ndjesie dhe ka shumë të lehtë. Hidraulik, atëherë s'ka pas timona elektrik, se sot të elektrik edhe këto janë të lehtë fare. Po ky ka qenë që me i gisht të lëviz që si dush timonin, edhe makina është 2.5 ton, që nuk është makinë e vogël. Knajsi dhe jetë të jesh shoferin e nga këtyne bosave që kanë. Se më shumë shoferi jep ty në makina e besoj. Ose të pak të nga qenë të reja se. Ta që u kanë rajë qikë, kanë rajë gjatë shmimet normalisht. Dhe re fillon nga 350.000 pound. Vetëm installation kështu di mund të ketë një 200-300 kg kjo, vetëm izolim në për dyre kudo. Normalisht xhamat i ka dope xham. Ka dhe i gjotë tjetër kjo që se kam pata si makinë, kjo i ka dhe xhamat me ngroje. Xhamat para kom pa unë, edhe xhamat mrapa. Po xhamat tu, këto xhamat ansor, era parë që shoh xham me ngroje. Ja, këto i kam fjalën, duken kanë të vjet të xhamat, i ka xhamat me ngroje. Mos më të bëha vullfare as to ansor, s'kam pa herë. Kush di na njëri në makinë tjetër që më diket këto. Kjo e ka pas, s'kam pa makinë tjetër, s'e di. Po shumë makinë e madhe në rrugë. Pjesa më e bukur është ajo Spirit of Ecstasy përpara. Rivali i kësaj s'ka pas asnjë rival, po ta quajmë rival. Fillimin e viteve 2000 filloi Benzi riktheu me Bekun si brand, edhe nxorri 57-shin, 62-shin, edhe 57-s, 62-s. 57 që është pak më i vogël, është 5.7 metër, 62 që është 6.2 metër, 62 që është pak më i madh, kjo është 6.1. Po kjo ka pas edhe Extended Wheelbase, EWB, që e kanë ato versionet, se nuk u thot L, Rollsi, si që themi gjithë tjerave L,
Kjo i thot extended wheelbase. Tash nga që kanë rënë çmimet shef lloj-lloj që ke nga këto youtubera që kanë pas ble, Huvis Garage për shembull ka ble, patëm ble këto tjerë, të patëm kanë bën motor Duramax, naftë, ca tjerë që në Amerikë edhe ato youtuber sa e kanë pa. Kanë ble, kush ka ble tjerë, kanë pas pa një që kanë pas bën me 2 zën apo një konvertim. Lloj-lloj. Se janë bo cheap se janë ala ato se nga 80.000, 90.000 mund t'jenë. Nuk e se kanë ra fare, po krahasu me si kanë qenë. Tani Rolls-Royce i ri Phantom fillon 500. Kështu që është rrit çmimi. Ja ta kalojmë ta shohim a ka fuqi. Power reserve 60-20% power reserve Hecën, nuk është se hecën. Fakt hecën. Goxha, po i dhe gaz hecka. Po është gjithë kjo makinë e madhe, po edhe fuqinë ka kështu graduale, jo direkt. Shumë makinë e madhe. Nuk dallo as i lloj kështu. Problemi ngunga në rrugë, po shtas si gjë, vetëm kondicionerin i gjohet. Shohin dhe njerëz në rrugë. Si u spostu plaga. Si punoj bjesi kësaj. Gjëra, kjo s'është për të spostu, po motor BMW e ka në fundit. Konkurrent po qujmë Maybach, Bentley atëhere sa kanë pas që nda në fakt, se historia këtyne që lezeshme se e ka morë BMW, se për ta fitu në fakt e ka ble Volkswagen Grupi, se këto kanë qenë bashkë me Bentley, edhe po ato se kanë pas ditë që drejtat e emrit i patën ngell BMW, se kishte kompania aviacionit e Rollsit, edhe ata e bleu BMW-ja. Edhe Volkswagen Grupi ngelli me bleu fabrikën e gjitha, po pa logo. Drejtër logo që kishte BMW-ja, kështu që Volkswagen Grupi ngelli hargjoj gjato lek, bidi më shumë se BMW-ja, edhe ngelli me fabrik, po pa logo të Rollsit. Edhe s'kesi e shet pa logo kjo, gjithë fuqinë e vete ka të logoja, Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy, gjitha. Edhe u detyru me jashit BMW-s, me humje, normalisht që humje, majti Bentley për vete, edhe majti fabrikën Crewy, e ka kompanin ajo Bentley, kurse BMW-ja hapi fabrikën e re në Goodwood për Rollsin, edhe kjo është Rollsi i parë që nxorri BMW-ja, kur ishte në pronësit BMW-s. Tjerët për para kanë qenë ngjashme me Bentley, një shasi me Bentley, jo me shumë ndryshime. Kurse kjo ishte komplet model i ri, audion supozohet ta ketë shumë mirë, ndër më të mirat kjo leksikon e kohës. Këtorëna logo shumë bukur me pjesën e Rolls-Royce. Bentley ka pas me Breitling në fakt bashkëpunim, këto s'kan bu me asnjë Rolls i ka majt vetë. Kishte pas bu me Patek Philippe për shembull dhe ishte perfekt fare. Kjo e reja s'ka logo fare të Rolls i ri. Se s'ka fuqi. Ka pas Phantom 1926, po kjo është tjetër. Kjo është e reja 2004-s. Qef kam provoj atë Phantomin Drophead Coupe, po edhe Maybach 57 ose 62. E di që është i 57, 57 që i kam pa nga një në Fier, ka qenë që me targat vjetra që për para. Dhe edhe në tjetër më e re, besoj. Po atën qef i kam pas për e mirë provu ato. Ajo është ma e krasu ta mëm, me rival. Kurse Bentley do bëjmë besoj se shpiriti ca. Tashi, Rollsi më vonë nxorri edhe Ghostin, edhe ajo ka pas shasi me serin 7. Kurse kjo s'ka lidhje fare me serin 7. Nuk ka, shasin e ka të vetën, bespoke të veçantë, nuk ka komponent seris 7. Normalisht që gjona kanë ato materiale, kanë nëjë sensore gjona të BMW si ka, edhe motorën e BMW se ka, por të gjonat e tjera pastaj si shasia, po shasin e ka të vetën. Ghosti, Wraith, këto tjerat më vonë e kanë seris 7. Ka pasi facelift, a është bo me 8 open pastaj, akoma më smooth, edhe i kanë ndru këto fenet, ka pas me viz LED, po kanë qenë ala me motorin aspirato. Pastaj të kjo Phantom 8 ta e bon me turbo. Po më pamit jashme prap në gjashme janë edhe kjo i riu, se ka nëj ndryshim shumë të madhë. Tashi ka dhe kulinanin, ka këtë tjetrin, këtë elektriken, po kjo është si Rolls-Royce, tamam Rolls-Royce. Kam pa dhe i Drophead Coupe, në gjyrë lela, në Vlorë pra një 2 vjeç besoja më shumë.
Edhe atë, që se ka në njënit e këshim bo e se veçanta, është makina tipike e i oligarku rus që mund të keti jatë 1 bilionësh. Ajo është ndërmot mirat, makinë tamam oligarku. Po edhe kjo, po këto kanë pas edhe repista kanë pas shumë si kjo. Jo se s'kanë pas si ato drophead coupe ose dropheadi cabrio tamam. Super makinë. Shumë e rrallë është. Më luksoze që këna botë dhe i tashi. Kjo kur ka dalë ka qenë makina më e mirë në botë. Ka qenë e ngjashme mas si lloj makine në treg. Edhe kjo është arsyeja pse Maybau falimentoi, se nuk arrinte me konkuru këte. Unë sigur realizova i tip ondre për ta provu si kam pas fiksim për herë, nuk janë makina që i ka kushdo edhe që i shef shpesh në rrugë që ti provosh. Po review kena pa fund edhe kena pa se sa rehatshme përshkruajnë ato. Dhe realisht nuk një gjë as si lloj zhurme, as si lloj gjoje. I izolum nga bota, kryevepër inxhinierike është tamam. Edhe që kur e kanë nis fillim i kanë bo për më të mirë se tjerët makinat. Ky Henry Royce ka qenë inxhinier i vetë mësum, e ka nis kur ka qenë 15 vjeç vetëm i vit shkollë ka pas bo, edhe ka hyj ka mësu vetë, ka pas kompani elektrike, makinën e vetë që i kishte ble, e ka rregulluar, ka përmirësuar, pastaj ka filluar të prodhu. Royce i ka pas ato, të vetat, një 3 modele edhe është njoft me këtë Rollsin, Charles Rollsin që kishte dealership edhe kanë bashkëpunu bashkë e kanë vazhdu pastaj. Po e kanë majt atë historikisht që kanë qenë top. Kanë tashi edhe këto të veçanta ato drop tail, boat tail që e kanë këto nga 20 milion, 28 milion sa janë. Ato janë overpriced, po 20 vjet makinë gati është dhe kjo. Edhe i ka gjitha pjesë lëkurë, gjitha gjonat cilësore. Nuk është për këdo se shpenzime ka, normalisht për ta mirëmbajt do buxhet. Deri tash është më luksoze që kemi provu në herë. Besoj se shpejti do bëjmë modele tjera të Rollsit, më të reja. Po ky ishte Rollsi i parë edhe shumë i veçantë. Se di si u duk ju, kush ka te Maybach 57 ose 62, na thotë ta bëjmë dhe atë. Këtë kishte zgjedhur nga ato, se të kanë qenë kokë fillimet e vitit 2000. Normalisht që triumfoi Rollsi se prodhohet akoma, Maybachu u anullu, iku, e tash i riktheu Benzi si trim i S-klasit, po jo nivel me konkurru me Rollsin, se ishtë S-klas pak më luksoz. Shpresoj të ketë pëlqyer video, bëni subscribe, nëse s'keni bo akoma, që të kena akoma makina më të mira, bëni follow në Instagram, TikTok, edhe shkarkoni appin Alcars ku keni makinat blerje shitje. Kjo është gjithashtu e për shitje, kush është interesum, të shkruje, edhe ju uroj gjithë mirat, shifem video në radhës. Mirupafshim.